Ta mbyllim se ka uri kryetari i Bashkisë Vorës, shisi po i lëviz Gurmazi. O gzim, po ti si më zhgënjeve sot? Se shëra parë që më zhgënjen je Benet Beci që ka qenë promotori i kësaj pakete dhe unë Shkodrën nuk e shoh këtu. Në mbledhje me kryebashkiakët për paketën e maleve, kryeministri Edi Rama nuk kurseu as batutat, duke ironizuar publikisht kryebashkiakun e Shkodrës Benet Beci. Teksa foli për vonesat në dorëzimin e hartave të zonave malore, Rama kujtoi bashkëpunimin e hershëm me Becin, por e ktheu diskutimin në shaka për mjekrën e tij. Ai u shpreh: Benet Beci që ka qenë promotori i kësaj pakete dhe unë Shkodrën nuk e shoh këtu. Kemi nis këtë punë bashkë kur ti nuk kishe mjekër, unë kisha, ti s'kishe. Tani ty mjekët është bësi unë dhe nuk ka ardhur akoma harta. Batuta e kryeministrit u bë menjëherë virale në rrjet, pasi vjen në një moment kur marrëdhëniet mes qeverisë dhe drejtuesve vendor janë përshkallëzuar për shkak të vonesave në zbatimin e projekteve zhvillimore. Rama shfaqi pakënaqësinë e tij për faktin që bashkia nuk kishte dorëzuar ende hartat e zonave brenda afatit 5 mujosh, duke i kujtuar Topçiut përvojën e gjatë në pushtetin lokal. O gzim, po ti si më zhgënjeve sot? Se shëra parë që më zhgënjen je legjenda e pushtetit vendor. Sa mandate ke? 7 apo 8? Ha? Je pak gzimim se ka 7 mandate, ti një mandat kjo ti ko ullu. Kryeministri ka përsëritur edhe më herët thirrjen për dorëzimin në kohë të hartave për paketën e maleve, një projekt që synon nxitjen e zhvillimit rural dhe turizmit në zonat malore të vendit.